apo rrezikon Kosova me I hub milionat? Si qeveri, kurdo që kuvendi është I gatshëm, jemi pra në gjendje ta dërgojmë, ta procedojmë tutje. Igoni Sufi, gazetare në Kallca.com. Ministër Murati, kam një pyetje në lidhje me planin e rritjes. Komisioni Evropian në përgjigjen e fundit që na ka kthyer ka tërhequr vëmendjen që ky mekanizëm është I përkohshëm dhe Kosova sa më shpejt do të më ratifikuar këtë marrëveshje, apo rrezikon Kosova me I hub milionat që janë që I ka planifikuar Komisioni Evropian për Kosovën. Gjithashtu edhe një pyetje në lidhje me numrat për qeverinë. Ka shfrytzuar vetëvendosja këtë kohën e mosës së përkohshme për me bë bisedime me partitë e tjera në lidhje me numrat për qeverinë. Faleminderit. Faleminderit. Sa I përket planit të rritjes, ne si qeveri kemi bërë një punë të jashtëzakonshme, pra me gjithë ekipet, stafin e administratës, për ta përgatitur një paketë reformash që është vlerësuar lart edhe nga vetë Bashkimi Evropian. Pra kemi qenë të parët që kemi dorëzuar planin e rritjes. Mirë po tash, siç e dini, pra situata është e tillë që nuk ka kuvend I cili mund të marrë vendime sa I përket ratifikimit të një pakoje të tillë. Ne si qeveri, kurdo që kuvendi është I gatshëm, jemi pra në gjendje ta dërgojmë, ta procedojmë tutje dhe të ratifikohet. Prandaj edhe një herë, kjo është thirrje për subjektet opozitare që t'i thirrin arsyes, t'i lëjnë inatet politike anash dhe të mbështesin pra formimin e institucioneve e të mos bëhen pjesë e bllokadës që siç e kemi parë deri më tani pra kanë bërë çmos që ta zvarrisin procesin, që ta bllokojnë përgjatë rrugës, që të qesin kushte iracionale të panatyrshme përkundër ftesave tona në vazhdimsi, pra që të bëhemi bashkë, të lihen inatet politike anash. Ne e bëjmë një gjë të tillë, për shembull kur ishte rasti I nënkryetarëve të kuvendit, as që e diskutuam atë punë, megjithëse kishim çdo të drejtë, pra që edhe ne ta bënim të njëjtën gjë, pra të vendosnim kushtëzime sa I përket emrave të përveçshëm nga partitë opozitare për nënkryetar. Megjithatë, ne thamë që në interes të shtetit dhe që të mos vonohet edhe më tutje formimi I institucioneve, ne do të shkojmë tutje. Por pastaj e patë që tek nënkryetari I komunitetit që vjen nga komuniteti jo shumit serb, ishin partitë opozitare që ose nuk votuan fare, që shkelje kushtetutës, ose abstenuan për të gjithë kandidatët pa përjashtim. Gjë që gjithashtu pra nuk është, sipas gjykatës kushtetuese, nuk është veprim në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës. Faleminderit.